Rikthehemi sërish në një vlog të ri, në një seri videosh të ndryshme, hapa sërish spontane, por të treguar që sapo kam ardhur nga gjymi, nga palestra. Edhe sot me thënë drejtën punova për barkun dhe për ju ndaj pak një historinë time. Prandaj dhe hapa. Domethënë kam kohë duke punuar me veten time, siç u thash edhe në videon më përpara. Tani e kuptoj qartë dhe e di se nga se më vjen problemi, pita ulim pa kamerën. E di nga se më vjen problemi, pse qysh tek. Dhe kam kuptuar një sekond. Që pika ime delikate deri dikur zora trash dhe pjesa e stomakut dhe aty janë dy çakrat më të rëndësishme tonët. Dhe mua këto përveç se i kam paksa të bllokuara nga gjërat që kam kaluar, pak a shumë nga mërzitje, nga lëndime, nga zhgënjime, pa diskutim çdo kush. Sidomos ka qenë zhgënjime karriere, më saktë, sepse jam zhgënjur edhe nga dashuria, pa diskutim dhe se kam turp ta them, por që pjesën e hërçakra, pjesën e zemrës e kam punuar dhe jam mirë. Por përveç kësaj më bllokohet shpesh, domethënë siç thash e kam pikën time delikate dhe unë kam qenë historikisht një person intolerante dhe nuk është se besoj se jam vetëm unë. Besoj se 80% e popullsisë janë intolerante ndaj laktozës. Unë edhe laktozën nuk e dua, fruktozë këto jo. Edhe gluteni nuk e dua dhe më sjell gjithmonë probleme. Dhe për shembull sot jam zgjuar jo fort të mirë, sepse normalisht zorra e dim të gjithë. Por dhe ata që se din, le ta mësojnë këtu, ju se ta mësojnë pa diskutim, sepse për të lexuar sot ka plot, por zorra është truri jon kryesor, dhe normalisht nëse ne nuk kemi mirë në pjesën e zorrës, stomakut dhe pjesa e trurit, nuk është mirë, mund të jemi me ankth, mund të jemi pa humor, mund të jemi si me nerva, sepse janë inflamuar zorrët, dhe për shembull unë po ju ndaj dhe një histori me juve këtu, pse jo, sepse kam qef t'jem reale dhe ta nis këtë gjë wellness, mirëqenie, ta nis diçka reale me ju dhe t'ju ndihmoj, sepse ndoshta mund t'jeni gjendur dhe ju në këtë situata dhe pse jo. Bëhemi një komunitet sadopak, por që bëhemi bashkë me njëri tjetrin dhe nuk keni vetëm, pa diskutim. Për shembull, unë e kam kuptuar me kohën, domethënë duke punuar me veten që të arrij të shijoj dhe të shëroj dhe veten time. Siç thash që kam pjesë delikate, unë para diku të 7 muajsh kam pasur probleme me zorrët. Dhe një periudhë kam qenë diku të 3 muaj, 4 muaj që kam qenë kaps. Kam vuajtur nga kapslloku. Dhe përveç kësaj kisha dhimbje të tmerrshme dhe nuk e di ai që i ka vërfuar mund më kuptoj. Përveç kësaj isha jo fort mirë nga pjesa psikologjike normalisht, sepse zorra ishte shumë rënd. Edhe dilte pak me gjakderdhje, kam bërë vizitë, më thanë që nuk e ke problem dhe deri diku unë e dija pak a shumë që më vinte nga stresi, sepse kam përjetuar gjatë në atë periudhë domethënë periudhë stresante, më falni. Edhe kjo ka qenë për shkak të punëve të ndryshme, të zhgënjimeve që na vinë gjithsecilit pa diskutime dhe unë isha në atë periudhë jashtëzakonisht shumë keq, nga kapslloku më thanë duhet të ushqesh mirë, por që unë kam kohë që ushqej mirë, kam një mirëqenie të mirë si nga aktiviteti fizik, si nga pjesa ushqimore, etj. Por deri diku te pjesa e stressit, të them të drejtën, nuk arrija ta menaxhoja mirë, mërzitesha, stresohesha etj. Dhe kjo ishte një ndër arsye pa diskutim, më thanë që të shtoja fibra, u mundova që të shtoja ndoshta më shumë fibra, bëja pjesën haja grosh, sepse ka qenë para diku te 8 muaj, ka qenë edhe periudhë dhëvie, shtetëimri, haja konsumja thjerëzat, më thanë për kosin, por çka kam kuptuar tani, është që dhe kosin koljes që e marrë që ka pak laktozë, mua prapë më bën dëm, sepse ndjej komplet në stomak dhe në momentin që unë një ushqim nuk ma përthis si duhet zorra dhe stomaku më fillon ngrëmësimet dhe fillon bëhet e shpeshë, gjithë ditës dhe stomaku ndjehet
Stomaku ndihet në para ati dhe normalisht reflekton te pjesa psikologjike që unë nuk jam siç duhet, nuk jap atë maksimumin tim, ndoshta nuk kam forcë sa duhet, sepse janë baza të lidhura me njëra tjetrën në shkurt. Dhe për shembull sot jam zgjuar, do t'ja u tregoj pastaj, domethënë pak a shumë, që kam këtë pjesën e barkut pak të fryrë me raste, për shembull kur nuk i ka pëlqyer një ushqim etj, gjë që duhet ta rregulloj dhe unë punoj edhe me pjesën e reikit dhe me livron drenar që e bëj këtë pjesë gjatë darkave. Dhe për shembull kur e ndi që është shumë e tensionuar, kur punoj këtë si gjë gjatë darkave, fillojnë edhe çlirohen komplet zorrët, fillojnë bëjnë shumë, ke parasysh bëhet ajo qarkullimi i zorrëve, lirimi i zorrëve. Dhe siç po ju thosha, sot nuk jam shumë në Terezi, bëra palestër, punova vetëm për barkun, sepse, po ju tregoj këtë gjë. Unë ha shëndetshëm pa diskutim, ka raste shumë të rralla që unë mund ta thyej, për shembull, nuk kam qenë një person që konsumonte shumë patatina, ti konsumonte për ditë, mos e 2-3 herë në ditë, por që kam kohë që s'ha. Një rast tek tu nuk mbahet mend, domethënë, por këto 2 ditë e kam prishur sepse gjasme ka marrë nama ajo fabrika, që ose keni dëgjuar që ka akullore dhe i kishte vegane tërci vërci dhe unë shkoj t'i provoj. Dhe përveç shkova, kam ngrënë 3 ditë rresht akullore te fabrika, natën e parë ngra 6 kupa të merë, por nuk është se ndjeva në një gjë keq, u bëra keq, po nejse. Pas e natën e dytë, përveç se ngra akullore, zbulova ku ishte fiks buke gjatë që kishte thyer një rekord, wow, domethënë sikur çaj ishte, ndërkohë unë se dija se ku ishte në fakt, e provova, ajo ishte një tmerr, dhe nuk e di pse hëngra edhe dje, edhe nuk e hëngra gjithë, hëngra thjesht kot, e kupton nepsi, e ke parasysh një gjë shumë e gabuar, që ndonjëherë kur jemi stresuar, për shembull, çfarë do ham, edhe kot e merr diçka, si isha pa haja akullore, hëngra edhe këtë. Dhe di unë u bëra shumë keq, domethënë, dhe që kishe një ndyrë të papar, edhe nuk e di qofshin ata njerëz që prisnin radhën aty, edhe sikur çfarë hani, po hani një gjë të shëndetshme që po t'japësh një mollë në një frutë të stinës, nuk e ha njeriu, vëlla. Edhe domethënë është bërë fiks sikur të dalë një femër bio, nuk e do njeriu, po të dalë një femër e bër, do dali mashkull, sa e mirë kjo, ndërkohë ajo është komplet e bërë. Nëse gjithsesi është çështje preferencash, nuk do të futem në këtë pjesë, po flas për veten time. Dhe unë dje për shembull kam pasur një para aty. Dje mora vetëm 2 kupa, m'falni, akullore, mora fondente me portokallë, me çaj ishte diçka me jogurt edhe me qershi, dhe ndjeva që filloi stomaku se 3 ditë fresht vëlla, pritë ndalë o i zetë, se nuk e ti dhe vecit shumë gjedi, u këton, nejse më. Dhe si përfundim fola me ata, për shumë unë nuk e dija që ajo bëj me sheqer, sepse tani gjasme ata e bëj me qumësh bimor. Që te qumësh bimor normalisht, e që se di me bëjnë se bëjnë me qumësh bimor atë mirë, se ti është thënë, por tani qumëshi ka sheqer, frutat ka sheqer, se bëjnë me fruta, kakao ka sheqer, ata jedhin prap sheqer dhe sheqer të reduktuar. Këto dhe i thash, pse është e nevojshme që ti të edhe sëri sheqer, kur ato gjaj ka sheqerin te këto fruta, te kakao, por njerëzit e duan të ëmbël, e kupton, kështu që duhet i përshtatësh. Tani ti do të hash mirë apo do të hash tretol? Për këtë pjesë se kam kuptuar as s'di kuptoj shumicën e njerëzve, por nejse është çështja e tyre, pjesa se si ruajnë mirëqenien e shëndetin e tyre. Gjithsesi, unë për shembull kafe nuk e pi fare, edhe kur kam pas pirë para 6 vitesh, nuk e di se më mund të isha si isha pak sheqer, por që unë kafen se pi fare, edhe kakaon për shembull që kam qenë e pija, nuk po them për ti, po e pija, e kam ndaluar, sepse normalisht e bëjnë me një qumësh skandaloz, barise që është qumshi më ordineri, mund që me kakao skandaloze, nejse. Po mendoj që të marrë këtë kakao që është e zemra e tokës, që është kakao bio, sepse e provova vetë dhe ishte shumë e mirë. Kjo është jo reklam, gjithsesi. Dhe sot unë jam ngritur me një parë aty stomaku dhe nga pjesa psikologjike me të drejtën nuk është se jam shumë mirë, por nuk është se jam keq pa diskutim, sepse unë e di arsyen se nga vjen kjo gjë dhe normalisht e qetësoj trurin tim. Dhe punova vetëm për barkun, sot e gjatë gjithë ditës unë kam qenë me gromësima, edhe nejse.
Tani unë do t'ju tregoj, nëse e kuptoni, po e që të karriken, kam një fryrje të pjesa këtu e, domethënë këtu të pjesa e barku, këtu e kam edhe muskujt ti adhurojmë që këto muskujt e barkut tu se më pëlqejnë këto breshkat, i shohim këto njërë, nejse. Tregome që kështu, nejse si nuk është se... Por, tek pjesa këtu, domethënë pjesa e mitrës, kisha dhe shumë dhimbje deri domethënë para se të konsumoja këtë gjëra, nuk e dija. Ndoshta ka qenë pak ftofje nga kistet. Por o zot, ta ndihmojmë veten për këtë pjesë sepse realisht zora trash o vlla, më ka lodhur pak, po dhe edhe unë duhet të ruhem nga pjesa e laktozës, sepse më rujtjet madhe që bëj unë për të pi ujë, për të ngrënë shëndetshëm, ha shëndetshëm, për të bërë aktivitet fizik. Unë kam kohë që ngjis edhe shkallët në këmbë, si do thoni ju, sepse nuk e di pse pa dashur, pa qelluar, unë kam bërë veten pak klaustrofobike dhe kam filluar që ngjitem me këmbë. Dhe nuk hypi në ashensor, sa bukur, nuk e di kush vuan, nuk e di kush vua në këtë momente ose ja ka fiksu vete, se nuk është se vuajt, se normalisht ne përshërojmë gjërat më ekstreme së mundit sot, por që ja kam fiksu vetes edhe kam bërë një klaustrofobike, kot pa lidhje, domethënë e shoh ashensorin si gogole dhe i them vetes është rrezik. Dhe normalisht po i them vetes është rrezik do e shoh, pa diskutim, sepse është si ta mësosh shtrurin tënd, por do kaloj pa diskutim, por nuk është se na bën keq edhe të ecim me shkallë, se mirë na bën, po tani përveç se bëjmë palestër, ne ecim edhe me këmbë, kur ecim më shumë nuk kemi ne puna ku di unë, ngjisim në shkallët me këmbë dhe ose sa bukur, sa mirë, por me peshën jemi okay. Për shembull do t'ju tregoj pak shkurtimisht për këtë pjesë, sepse dua t'i kem vloget jo shumë të gjata, por deri diku informuese dhe secili të gjithë veten. Besoj se po. Atëherë do t'ju tregoj edhe për këtë pjesë. Për shembull, unë një periudhë nga stresi punës, sepse punoja si qenë mos të në i laf pisë, tani punoj 16 orë në punë, nuk e di a bin 300 mirë këtu, se kemi dhe këto make-upet i nese. Punoja si qenë 16 orë, në kohë majtakave, njëri nuk ma diti, po who cares, nuk më intereson se vjen momenti që do ta di zoti. Kjo më intereson. Dhe u dobësova pa diskutim, sepse kam qenë gjatë stresuar, po kjo i thonë diku para 2 vitesh. Pas se fillova të shtum peshë te ande, isha konstante. Tani për shembull kam shtuar peshë, po kam shtuar diku te 5-6 kg, por i shtova diku për 1 muaj gjys, 2 muaj le themi maksimalisht. Dhe çfarë më ndodhi mua? Unë që s'kisha celulit, më filloi të më dali celuliti. Jo se kam celulit, kështu, po që unë s'kisha dhe ke parasysh një akne të dali kur ti e ke fytyrën e pasur, thua, si u bëra unë kështu, e kupton. Dhe mua sa bukur, mi që mora peshë, po sepse normalisht kjo më ka ndodhi gjatë kohës karantinës, nuk e di pse po flas shpejt, po merr te goja. Tani gjatë kohës së karantinës, për shembull, unë okej, jam dakord aty sepse unë për shembull haja dhe rria shtëpisë nuk dilja. Nuk është se dilja për shumë, siç kanë dalë ca njerëz, për shumë 2 muaj kam nejtë shtëpi, mos e më shumë, 3 muaj. Edhe nusha shumë, vata diku te 60 ca kile, por unë për shumë deri diku ne kam trupin e formë dardhe. E kupton? Nuk është se kam fix dardh, por që kraca do të më marrin, nuk është se më marrin shumë, dhe mua më merr pjesa e kofshëve dhe viteve, dhe unë bën vitet në kofshët. Dhe atëherë unë vëra jashtëzakonisht shumë me celulit, sepse shtova, unë kem shtu 10 kg. E kupton, edhe në diku të 3 muaj, dhe nuk është e mirë që dhe kilat i shtosh kaq shpejt, dhe ti humbasësh në një kohë kaq të shpejt. Më do atë kohën e caktuar, mos siç do të gjëje. Dhe atëherë unë bëra shumë me celulit, atëherë ka qenë të vërtetësisht, por pa diskutim fillova rutinën këtë ande, normalisht më zhdukën s'kam pas celulit. Edhe tani thash, nuk është se kam në një celulit wow, por domethënë e ke parasysh unë nuk e di unë se jam vjegjëresh, unë jam binjakë, siç e kam thënë, por që jam detajiste, ndoshta mos kam një ascendente, një gjë të vogël, shoh, wow, pse mua dhe e kupton, nejse, se për shembull pi ujë 2-3 litra në ditë për ngrëna. Po pse celulitër vlla, kupton? Nejse, thash, më ndo nga pjesa e shtimit në peshë në një kohë të shkurtër.
por gjithsesi edhe ju që keni celulit, pa diskutim është gjenetike, ka një faktor, por një rol shumë të rëndësishëm, ndoshta mua nuk më bën mirë ndryqimi këtu, po nejse. Një rol të rëndësishëm realisht njerëz luan aktiviteti fizik, luan ushqimi pa diskutim. Domethënë e kam parë. Tani shpejt unë do t'ju tregoj se çfarë proteine pi. Pasi mbaroj palestën dhe normalisht duhet ta pi, se më ka vajtur pak a shumë, unë nuk e pi direkt mbas, unë e pi diku te 30 minuta ose 20 minuta, diçka e tillë mbasi ka mbaruar palestën, jo direkt. Pak të mushu e bëj. Tani është momenti ku bëjmë proteinën. Më falni nëse ka ndonjë rrëmuj, po s'besoj se ka rrëmuj, se nuk ose e lëm shtëpinë në kaq rrëmuj. Tani unë bëj në këtë gorenje dhe çfarë përdor unë si proteinë? Për shembull, unë e kam marrë në podgorizë, është bio, nuk ka lidhje me proteinat e palestrës se këtë andej. Nëse nuk është se duhet gjykoj se secili e ka personale, po që unë kam marrë këtë që është vegane dhe është shumë e mirë. Dhe kam marrë me fara pumping seed, me fara kumbull, domethënë që është vegane, kam marrë edhe 2 tjera. Dhe është në trajtën kështu, domethënë është komplet pluhur. E kam përdorur dhe unë për shembull hedh një lugë të plot nga kjo, e bëj me banane, domethënë e kam pas bërë me qumësht nga qumshat bimor, por nuk do i përdor, mos ka shanse. Dhe e kam përdorur edhe me kos, por do ta bëj vetëm me 2 banane, një lugë kështu dhe me ujë. Ta përgatisim dhe rritemi. Pra, marrim 2 banane, edhe bananet, nëse doni për shembull bëni proteinë e bananet, proteinë në vetvete, por që unë ishte edhe ajo. Edhe këto proteinë, gjithsesi, do t'i bëjmë këto. Tani ne mundohemi ta më shëndetshëm, po tani a janë shëndetshme këto apo s'janë? Who cares? Ç'a do bëjmë? Këto i grim, hedhim një lugë. Ta edhe me dorën tjetër se këtë e bëra pizë. Mirë gjëresh hesapi, se kështu i thonë. Po nejse. Atëherë hedhim një lugë të tillë. Okej. Do marrim hedhim ujë. Gëzuar në bëf gjak e muskuj. Gëzuar sa bukur drita këtu, super dritë. Nuk e di si u duke me këto flokët e reja, por i kam ndryshuar njëri bëra lila, tani i kam lërë të kuqe, por normalisht ajo shkarkon. Tani këtu bika super ndryqimi, ta shijojmë dhe keni parasysh dhe pse unë se kam bërë këtë më përpara, por realisht mundohem ta bëj tani. Domethënë nuk e di e keni dëgjuar edhe me pjesën e ujit, por me çdo lloj gjë kur hani, pini diçka ose pini ujë sidomos. Duhet ta shijoni dhe duhet të mendoni gjithmonë që kjo lloj gjëje do t'ju kthehet tërësisht në shëndet, pastrim të trupit, gjë e mirë. E kupton? Pra nuk duhet ta pini asnjëherë as ujin, as proteina, ku diun ç'a pini, as ushqimin ta pini në stres, të revoltuar, të inatosur, sepse siç jeni, ashtu do të shkojë edhe kjo në stomak, sepse merr energjinë tuaj. Nëse jeni të nevrikosur, do merrni nevrikosin në stomak. Një parhati, qofse e pini me lumturi, të ndjeni të lumtur, sepse te kjo që po pini bëhet shëndeti juaj. Gëzuar për shëndetin tuaj dhe shihemi në videon ton të ardhshme dhe të radhës. Unë ju përshëndes dhe do jenë gjëra komplet ndryshe në video të radhës, pak e sakt. Ju puth, dhe patjetër gjithmonë ju uroj që t'jeni shumë mirë, shkëlqyer.